IKMT qendrore kërkon të ekzekutojë një vendim të palishëm, jemi përballë faktit që IKMT ka ardhur dhe ka pretenduar se këtu ndërtimet janë pa leje, sjell në vëmendje të institucioneve shtetërore që bari ka qenë ekzistues, është me dokumenta pronësie në emër të shtetases Ariola Drami Bajo, për cilën ne kemi depozituar të gjithë dokumentacioni përkatës, dokumentacion e pronës me gjithë vendimet e gjykatës që janë fituar. Stacioni plazhi është stacion me leje, është me vendim KKTU zbiles të institucioneve përkatëse dhe në mënyrë abuzive këtu po kërkohet të prishet një biznes i ndeshëm. Pra, ajo që të kuptoni ju, kemi të bëjmë me një konstatimi ku janë proceduar dy subjekte, por duke atribuar vetëm një subjekti. Pra nuk mund që të mbajt një konstatim për dy subjekte, sepse ata duhet ndani pjesën e lishmërisë me palishmërisë. Nuk kanë dashur të shkojnë dokumenta, çdo gjë e kanë bërë në mënyrë arbitrare, kanë ardhur dhe më kanë depozituar njoftimin pra procedebalin e konstatimit kundërvajtjes, në të njëjtën kohë dhe procedebalin për prishje ma ka dhënë ditën tjetër me dokument njoftimi të falsifikuar, sepse një inspektor ka firmosur në 3 emra. Pra, i njëjti inspektor ka firmosur në 3 emra. Pra, duke qartë që këtu kemi bëjmë një akt absolutisht pavlefshëm, për të arsye unë tani po i drejtojmë prokurisë së rrethit gjyqësor Sarandë për të bërë një kallëzim në lidhje me këtë procedurë që është mbajtur dhe të rivendosim të drejtat e shkelur të qytetarëve, sepse nuk mund mesh me një stacion plazhi i cili ka dhënë qeveria, kuptoni nivel më të lartë të qeverisë, se cila është KKTU-ja dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe është lidhur kontrata, një biznes pra ekzistues, atë në këtë arsye bie që çdo pedan, nga fillimi i xhiros që është Orange, Demi dhe më tutje, atë bie që këta të vinë ta prishin. Pra, çfarë kanë këta që mund të prishin një biznes të ndershëm, një biznes ekzistues. Pra kemi të bëjmë me dy subjekte me dy nipte të ndryshme. Kjo është e gjithë logjika që IKMT nuk ka pranuar pra të shqyrtoj. Unë gjithsesi kam besim të plot tek zoti Afrim Qendro, i kam bërë një kërkesë për të rishqyrtuar procedebalin e konstatimit dhe procedebalin e gjobës për të ndarë lishmërinë me palishmërinë nëse ka. Ju falenderit.